Përshëndetje. Sot kam zgjedhur për të trajtuar një temë që ka të bëjë me dy fjalë që ngatrohen shpesh me njëra tjetrën, por edhe përdoren në vend të njëra tjetrës gabimisht. Masa dhe pesha. Cilën të përdorim? Masën apo peshën? Edhe pse përdoren në vend të njëra tjetrës në mënyrë të gabuar, këto janë koncepte krejt të ndryshme. Masa ka të bëjë me sasinë e lëndës, pra sa lëndë ka një trup brenda tij. Masa është kudo e njëjtë, në çfarëdo vend të globit, ose në planetet të globit toksor, ose në planetet tjera në hënë. Masa matet me peshore. Dhe njësia matëse është kilogram. Po pesha është forcë. Ka të bëjë me forcën gravitacionale, forcën tërheqëse të tokës ose të planeteve të tjerë. Pesha matet me forcë matës. Disa i quajnë edhe dinamometër, por ne kemi fjalën shumë të bukur shqip, forcë matës. Nëse nuk e matim dot, nuk kemi forcë matës, pesha llogaritet me formulën. Pesha baras me m herë g. Mas herë nxitimin e rënies së lirë. Nxitimi i rënies së lirë është 9.8 metër për sekond katror, afërsisht 10 meret, dhe njësia matëse e peshës është newton. Siç e vutre, pesha dhe masa nuk janë të njëjta. Masa ka të bëjë me sasinë e lëndës, pesha ka të bëjë me forcën. Matet me peshore, matet me forcë matës. Mund të llogaritet me formulën pesha baras me m herë g. Këtu njësia matëse është kilogram, te pesha është newton. Të bëj dhe një ndryshim tjetër. Nëse masën e një trupi, për shembull të një astronauti, e kemi kudo njësoj, edhe në tokë, edhe në hënë, në planetet tjerë, pesha e tij nuk është njësoj, sepse varet nga forca tërheqëse, varet nga kjo këtu, g-ja. Masa e tij është e njëjtë, por g-ja, nxitimi i rënies së lirë, nuk është i njëjtë. Por pse ngatrohen këto të dyja? Unë mendoj se ka të bëjë me fjalët që përdoren për ta përshkruar këtë. Mjeti matës është peshore, dhe normalisht njerëzit duke thënë peshore, po çfarë bën me peshore? Peshova. Mata peshën. Ose përdorin foljen peshoj. Të dyja janë të gabuara. Folja peshoj mund të zvendësohet shumë mirë me matë masën. Unë nxënës vetëm ju a korrigjoj edhe në tekste, sepse edhe në tekste i ndeshim këto gabime, u a korrigjoj jo peshoj, por mati masën e një trupi. Problemi është tek fjala peshore, që është një fjalë ngulitur prej kohësh në fjalorin tonë dhe në të folurin e përditshëm, dhe si duket nga kjo vjen edhe nga tresat. Por janë gjuhëtarët ata të cilët duhet të merren me këtë gjë për krimin e fjalëve të tjera. Unë kam një dy mendime, do t'i them, ashtu si fjala forcë matës. Pra, matë forcën, shumë bukur mund të ishte edhe në vend të fjalës peshore, mas matës. Një fjalë e përbërë nga dy fjalë të tjera, pra, matë masën, mas matës. Ose, duke u nisur nga fjala peshore, sipas rregullave gramatikore mund të ishte masore. Mendoj unë, e kam kërkuar në fjalor dhe fjalën kandar, por nuk është e duhura, ose fjalën balancuese, vjen nga gjuhët e huaja, ose ekuilibruese, ose baras pesh. Përsëri fjala baras pesh ka fjalën pesh brenda. Prandaj mendoj se ndoshta po të zvendësohet kjo fjala peshore dhe fjala peshoj, do të jetë më e lehtë për këtë. Nuk e di sa isha e qartë në këtë, besoj që do të ketë hyrë në punë në videoja ime për të bërë korrigjimet e dura dhe për ta përdorur dhe ju në jetën e përditshme atje ku duhet dhe ashtu si duhet.